Një sukses i arritur nga Sali Berisha në zgjedhjet e 11 majit është spastrimi i fraksioneve. Grupi i ri parlamentar i Partisë Demokratike në shtator nuk do të ketë asnjë kokçarje për doktorin. Ai eliminoi edhe fraksionin e vetëm të mbetur në Selim Blu, atë të Gazmend Bardhit. Në kulmin e vet, kur Lulzim Basha dha dorëheqje nga Partia Demokratike, Bardhi mori frenat e grupit parlamentar të copëzuar të demokratëve dhe pas tij kishte 24 deputet, deri në momentin e bashkimit në diversitet me Berishën, ndonse disa prej tyre firuan më shpejt për tek doktori. Por nga ta, në parlamentin e ardhshëm do të jenë vetëm 8, përfshi edhe Bardhin. Operacionit fshesa me listat ja dolën të mbjetojnë vetëm Agron Gjekmarkaj, Flamur Hoxha, Xhelal Mziu, Bledion Albati, Ramadan Likaj dhe Sajmir Koreshi, që performuan më lart se të tjerët gjatë aksionit në parlament dhe morën amnistinë e doktorit për të futur në listat e mbyllura. Ndërsa Jorida Tabaku nuk ishte preferuar, por theu pritshmëritë dhe doli deputete nga lista e hapur. Nga 25 deputetët, doktori u kujdes në radhë të parë të fshinte rebelët e egër si Bardhi. Dashnor Sulën e nxori nga listat, bashkë me Ferdinand Xhaferajn, Lefter Gështenjën dhe Elidon Bushatin. Këta të fundit e kuptuan lojën më shpejt se dashi dhe u tërhoqën pa pritur verdiktin e Berishës. Këtij grupi u bashkuan edhe Zheni Gjergji, Eralda Tasebano apo Oriela Nebiaj. Disa të tjerë ju bashkuan koalicionit Euro-Atlantik të Lulzim Bashës, Oriola Pampuri dhe Merita Bakiu, por në hijen e kryetarit të tyre, patën fatin po aq të trisht dhe komik të krijesës së doktorit. Enkeleda Libeaj u përpoq të krijonte një të djathtë të re. Ideja nuk mjaftoi për të futur në parlament, ashtu si Arbia Galliu e Selajdin Jakuplari apo Flutura Açka, që nuk kandidoi fare. Ndërsa të tjerët, që u kthye në fund besnik të doktorit, nuk e patën fatin ta kenë këtë status. Dhurata Çupi, Kreshnik Çollaku, Andja Ulliri dhe Qani Xhafa e patën një bilet në listë hapur, po sektori VIP ishte prenotuar nga besnikët e rinj të doktorit, Arian Doja apo Gjingjoni. Edhe aleatët, doktori ndau në të rëndësishëm e të parëndësishëm, u dha mandatet sigurta kandidatëve të Ilir Metës, Vangjel Dules, Fatmir Majdiut, Agron Dukës e Shpëtim Idrizit, ndërsa vagonët e vegjël shumë llojesh të trenit të Aleancës Madhështore i la me gisht në gojë. Nga deputet të rinj në parlament, duket e pamundur një grup rebelësh ndaj doktorit, sidomos kur në vit të parë qëndrojnë Flamur Noka, Edi Paloka, djali Fari Balliut, Albana Vokshi dhe të tjerë. Ndërsa Bardhi mbetet me pak shok, por ndonse shok, ata tani betohen vetëm për kokën e Berishës, dhe nuk dihet nëse kjo mjafton që doktori ta rikonfirmoj Bardhin si kryetar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për legjislaturën e ardhshme, por e ka një mundësi, vetëm nëse e kalon edhe një herë ylberin shumëngjyrësh, e të mundet ose të bëhet fraksion, vetëm nëse bashkon në diversitet, lapajn, qorin e sheajn.